Unë jam besimtari mirë, e fal namazin, po shkoj edhe në xhami, po e mbaj edhe agjërimin e Ramazanit, po jap edhe zakatin, po bëj edhe sadaka, subhanallahu. Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte besimtari më i mirë mbi sipërfaqen e tokës, njeriu më i devotshëm, me besimin më të plotë dhe më të fortë, me adhurimin më të përkushtuar ndaj Allahut xhelle xhelalu dhe me moralin më të plot edhe më të pasur ndërmjet gjithë krijesave, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Paqja e Zotit tim qoftë me të. Pra vllai im dhe motra ime, nëse njeriu është i devotshëm dhe nëse njeriu është praktikant i mirë i fesë dhe e don Zotin me shpirt, e don Kur'anin, e don Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, atëherë raporti i tij me njerëzit do të jetë akoma më korrekt. Sjellja e tij dhe morali i tij do të jetë ngradat më të larta që të shkojnë pra në përpjestim të drejtë me adhurimin edhe me përkushtimin e tij. A nuk e ke parë se si thot Aisha, bashkëshortja e profetit alayhi salatu wassalam, thot kana khulquhul Quran. Ishte morali dhe sjellja e profetit alayhi salatu wassalam ishte Kurani. Pra çfarë ka në Kur'an? Edhe çfarë ka zbrit prej Zotit xheleshanu? Të gjitha porosit, të gjitha çana porosit neve Zoti xheleshanu me zbut zemrën, me qenë tolerant, me qenë falës, me qenë njerëz të mirë që të rezatojmë mirësi, mos bëjmë keq, të jemi të drejtë me tjerët, të jemi të mëshirshëm, të jemi njerëz cilët e pastrojmë shpirtin edhe zemrën, të jemi njerëz cilët i japim dorë edhe ndihmojmë tjerët, të jemi njerëz cilët përkrahim aty ku ka nevojë me përkrah, të gjitha porositë e Zotit i bënte Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam.